janë organizma. Një organizm, nëse nuk rifreskohet, ky organizm shkon në mplakje. Mplakja çfarë sjell vdekje. Prandaj duhet gjakuri Partinë Demokratike. Po kur ne themi prurje të reja në Partinë Demokratike, unë nuk kam mendimin që këto prurje të reja duhet të eklipsojnë prurje, të ikin të vjetrit dhe të vinë të rinj. Sepse të rinjt ja pa eksperiencë, eksperienca të vjetrëve është e domosdoshme. Tani, këtu pam disa emra që janë përjashtuar nga Partia Demokratike. Pa futur fare në këto emra, se unë disa për tyre dhe i njoh, vetë personalisht, kështu që nuk diskutojmë, nuk kemi pse të diskutojmë për emra. A është kjo situatë e favorshme për Partinë Demokratike përpara zgjedhjeve? Nëse në këtë parti është evidentuar fakti që 1-2-3 individ në zgjedhjet e fundit kanë punuar për kundërshtarin dhe jo për ne, çfarë do duhet bëj partia me këta individ? Do duhet ti promovoj këta individ? Nëse ne promovojmë këta individ, do dalin të tjerë që do të bëjnë këtë gjë, sepse Partia Socialiste sot ka më shumë mundësi për të afruar të tjerë se sa Partia Demokratike se është në pushtet. Favoret që mund të bëj Partia Socialiste këtyre të Partisë Demokratike, Partia Demokratike A ishte momenti duhur për të bërë kjo? Po shiko, përpara zgjedhjeve kjo duhet të bërë se s'bën, sepse do të ishte ndryshe një incentiv ti thonë edhe tjerëve s'ka problem. Iko merru me votat për Partinë Socialiste, se prap tu tek neje. Kjo duhet bërë, kjo nuk diskutohet tani. Sa e drejtë është kjo, në sensin që a është e vërtet që këta individ kanë bërë këtë gjë? Këtë nuk e di unë. Unë nuk kam qenë për fushatat zgjedhore të Partisë Demokratike, as në Durrës, as në Elbasan. Por di nga strukturat e Partisë Demokratike që është në kërkesa që këta individ të përjashtohen, ka ardhur nga baza dhe baza ka argumentuar këtë kërkesë me faktin që këta individ kanë punuar kundra interesave të Partisë Demokratike në fushatën zgjedhore. Ndërkohë, kemi dhe deklaratat e kryetarit të Partisë Demokratike, po për këtë çështje. Është pyetur për këtë dhe ka thënë, situata është e tillë. Ne kemi kërkesën, kemi informacione që kanë punuar për të tjerët dhe po i përjashtojmë. Këta kanë të drejtën të ankimohen dhe të sjellin, sepse ka struktura partia, ka dhe strukturë, ka ata mund të ankimohet dhe të gjykohet kjo çështje, edhe të dali, nëse kanë punuar për të tjerët apo s'kan punuar për të tjerët. Proces brenda procesit, në teori. Po besoj se kanë edhe shumë kohë, kanë përshtypje. Ima ka kohë për të gjitha këto, se nuk janë këto procese që zgjasin vite. E di pse zoti Kume, sepse ne flasim herë pas here që Partia Demokratike nuk ka kohë, është vonë, ndërkohë sollen vëmendje procesi zgjat shumë për te procesit zgjedhor. Për të shtuar një antar gjithmonë është vonë. Për të shtuar një antar gjithmonë është vonë. Jo më aq shumë antar sa i duan Partisë Demokratike që të jetë konkurrente në, le të themi, e barabartë me Partinë Socialiste në terren, sepse këto janë votat me që tregojnë rezultatet fundit. Sefa?